Këtë të premte në drejtësia në Kosovë, cilat janë prapaskenat e dallavereve me veturat e konfiskuara nga prokuroria e Mitrovicës. Kush ka qenë prokuror në këtë rast? Në sa më kujtohet, ka qenë prokurore zonja Vahide Baliuk. Disni rrëfimin e personave të dyshuar për drogë, të cilët arritën t'i bishtrojnë ligjit dhe t'i kthejnë makinat e konfiskuara. Si e shpjegon Hajdin Hoxha faktin se makinat e shokëve të tij trafikant të drogës u liruan nga prokuroria? 4 të nxin, 3 kanë liru, 8 s'po më lirën. Pse vetëm makina e Hoxhës mbahet ende e konfiskuar? Kom bisedu me avokatin, po çuditë të vaj. A është prokuroria e Mitrovicës për dikën nën e për dikën njerë? Unë e thash arsyet pse nuk është bërë vazhdimi dhe pse prokurorin e kam çuar në komision disiplinor. Çka thot Ibrahim Iftari për shitjen e veturës së tij në të cilën u kap droga? Kerrin e kam pasur të konfiskuar dhe pasi më është kthyer e kam shitur për 100 euro në një deponi të veturave, sepse ka qenë komplet i shkatruar. Dhe në fund, rubrika Policia. Këtë të premte, drejtësia në Kosovë me njëherë pas lajmeve të mbrëmjes në RTK dhe repriza të hënën në mesditë.